Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Shikues nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Edhe sot po takohemi me lejen e Allahut të mënduar në takimet e radhës me ajetin e radhës dhe meditimin e radhës. Do të mundohemi sot gjithashtu të marrim një ajet kuranor i cili nëse e meditojmë do të na bëhet e qartë se sa i jep rëndësi Kurani shoqërisë dhe gjithashtu sa i jep Kurani rëndësi bashkëpunimit të kësaj shoqërie ndërmjet vete për të realizuar vepra të mira, për të ndihmuar ndërmjet vete, për të qenë solidar ndërmjet vete e kështu me radhë. Andaj nga kjo na bëhet e qartë se Kurani nuk ka ardhur që të na i rregullon vetëm raport me Allahun Azza wa Jall. Nuk është fe që na kufizon brenda mureve të xhamisë, por na i mëson edhe rrugët se si të përmirësojmë raport ndërmjet vete, si të jemi individ të dobishëm, konstruktiv për shoqërinë tonë në përgjithësi. Si zakonisht jemi edhe sot me lejen e Allahut të mënduar në shoqërinë e vëllezërve tonë që na shoqërojnë në këtë udhim dhe pa humbur kohë po fillojmë me atë që tashmë e kemi mësuar si ecë rrjedha e këtij emisioni. Duke pas parasysh se muaji Ramazan është një muaj i bekuar dhe është një shansë e madhe për musliman për bërë vepra të mira, duhet musliman të interesohet sa thua vallë, cila është vepra apo cilat janë veprat më të mira që mundet njëri me i bënë në muajin Ramazan. Ka shumë punë. Ramazan është i vogël dhe i shkurt në krahasim me sa shumë vepra të mira ka. Atëherë unë si musliman me çfarë vepra duhet të marr shumë? Ka në hadithin e Ibn Abbasit radhiyallahu ta'ala anhu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vëzhgëruar ishte shumë dorëlir. Mirë po dorëlirësia e tij dhe bujaria e tij ishte diçka e veçantë dhe speciale në muajin Ramazan. Nga kjo edhe ne duhet të përfitojmë se duhet të jemi bujar, dorëlir në masë të madhe në muajin Ramazan. Disa njerëz duke e keqkuptuar dhe duke e kufizuar në masë të madhe mundësinë për të dhënë, e privojnë në vetë tyre nga dhënia. Nga se kushtëzojnë shuma të caktuara për të dhënë. Dhe në momentin kur ai nuk i ka ato, e privon vetën e tij nga kjo vepër e mirë. Çfarë është realisht dhënia, kontributi, sakrifica, sipas asaj që na mëson fjala e Allahu xhallahu ala dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është një jetë e rëndësishme vëllazëri që kisha pasur dhe kisha pasur dëshirë që sot së bashku me juve në këto minuta që i kemi të meditojmë rreth këtij ajeti. Fjala është për ajetin e Allahu xhallahu ala në kapitullin An-Nisa. Kapitullin An-Nisa në ajetin 114. Çfarë thot Allahu xhallahu ala? Thot Allahu i manduar: La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. 114 Nisa. Allahu thot: në shumë fjalë të njerëzve, në shumë komunikime të njerëzve mes vete që bëjnë ata, nuk ka dobi. Përveç atyre që urdhërojnë dhe nxisin dhe motivojnë të tjerët për të dhënë. Men amara bi sadaqa, kush urdhëron me dhënë sadaqë lëmosh, au ma'rufin, apo motivojnë të tjerët me fjalë për të bërë ndonjë punë të mirë, au islahin bayna an-nas, apo janë shkaktar që të pajtohen dy njerëz mes vete, dy familje mes vete, dy grupe mes vete. Allahu thot kush e bën kët për hir të Allahut, të tillë do t'i japim shpërblim shumë të madh. Vëllezëruar, nëse e meditojmë këtë ajet, do të shohim se ndoshta ne në shumë raste flasim atë që nuk është e dobishme. Madje flasim edhe atë që është e dëmshme për neve. Dhe rrugët që na mëson Kurani, përmes të cilave ne përfitojmë nga të folurit tonë, që kanë të kufizuara, apo që duhet gjithmonë të mundohemi të jemi në njërin nga këto
mejdane që i ka përmend Kurani, se këtu kur flasësh, flet mirë. Për ndryshe, mundesh me gabu. Kjo me kuptu se sa i ka dhënë rëndësi Islami gjuhës. Andaj një nga çështje themelore të rëndësishme që duhet t'i kushtojmë rëndësi në Ramazan është gjuhën të ruajmë vëllezër. Gjuhën të ruajmë. Mos të jetë vetëm në agjerim trupi jonë, kuptim të asaj barku jonë. Por të agjeron dhe gjuha. Nga se dhe gjuha agjeron. Njëri kur nuk flet, në arabisht quhet agjerues. Meriemi a tha, inni nadhartu, unë u zotova që për hir të gjithë mëshirshme të agjeroj. Sauma. Inni nadhartu lirrahmani sauma. Unë u zotova për hir të Allahut të agjeroj. Falan ukellima al-yawma insiya. E si kemi agjeru, nuk i flas sot njeriu. Sot s'ka njeri që unë kam i fol. Andaj e quajti agjerim për mbajtjen e gjuhës. Mos të folurit. Duhet besimtari gjatë agjerimit ti të ruan gjuhën e vet. E pa dikush të pa diçka do të më fola. I themi pikërisht për këtë e kemi sjell këtë atë. Kur duhet na më fol? Kur ja qëllojmë kur flasim? Kur bëjna mirë që flasim, me kur bëjna keq? Shikoj këtë problem shoqënor të gjuhës si e rregullon Kurani. Dhe duke rregulluar këtë problem, subhanallahu, rregullon shumë probleme të tjera të shoqërisë tonë. Në qoftë se ne meditojmë. Andaj sa probleme sot tek ne bëhen për shkak të gjuhës, sa konflikte në familje janë për shkak të gjuhës, apo sa konflikte në shoqëri janë për shkak të gjuhës, sa prishje martesash, apo përfundojnë shumë martesa, çifte bashkëtorë për shkak të gjuhës. Sa urrëtia futet për shkak të gjuhës, sa zilia, sa njeri privohet nga të mirët e shumta për shkak të dikush ka folë diçka. Dhe gjuha din të jetë shumë e rrezikshme. Gjuha din të privon njerëz nga shumë mira. Gjuha din të fut njerëz në konflikte të shumta. Por nëse besimtari përdor të mirë, mundet që gjitha këto të eviton dhe të shndërrohet në një individ konstruktiv, të dobishëm për shoqërinë e tij. Vetëm me gjuhën e tij. Edhe nëse nuk bën asgjë tjetër, vetëm me gjuhën e tij mund të jetë shumë i dobishëm. Këtë na mëson Kurani. Nëse meditojmë, shikoj Allah çka thot, la khaira, s'ka hajr. S'ka dobi, o musliman, o njerëz. La khaira fi kathirin min najwa. Në shumë muhabetet njerëzve, në shumë biseda të tyre, në shumë ndet të tyre, s'ka dobi për tyre. E kur ka dobi o Zot? Atëherë kur urdhroni për lëmosh. Shikoj këto lloj spot kur jep një lëmosh. E nxit tjetër me dhon lëmosh. Dikush i ka punë mirë, i thua vëlla, di bëni fukara bajgi ka punë të keq. E pastaj i krin punën aty natë. Thot po më pse jo? Çe ke fol mirë, a ke fol mirë? Apo ose për shembull dikujt më ka këndë një punë. Çfarë do të qoftë kjo? Mund të jetë lëmosh. Fjallë mirë sikurse mund të jetë edhe përgëzime. Si hariqi. Myshdja me dhënë dikujt. Fjallë mirë. Ma'ruf. Au islahin bejnë nas, apo me përmirësu mes njerëzve. Ndë njerëz i gjenë që s'janë mirë, janë konflikt, nuk janë pajtuar që është duhet, dhe ti shkon i pajtan. Me çka i pajton ti? Ti s'ki fuqimi pajtu. As nuk mund me ushtru dhumi ta. E çfarë bën atëherë? Me fjalë të mira. I thosh, piloni, unë sa e parë s'kisha i mendim keq për ty vallahi, po zi që ju ka ndodhur juve subhanallahu, unë e parë se ishi gaçi un pajtu me ty. Apo? E përgatit ta. Shkon te tjetër thosh, unë vetë se kështë e filoni. Ai unë e parë se s'kish vëllai diçka, s'po pajtoni. Ai ishi gaçi un pajtu. Falë vëlla, falë ta falë Allahu ty. E çështë më radh, ja zgjator në pajtimet. Sa të flasësh në drejtim të pajtimit njerëz ti ke fol mirë. Në qoftë se të folurit tonë është jashtë kësaj, gjithmonë rrezikojmë se po flasim keq. Po mirë dikush thotë çka bëhet që flas keq. Fjalë goje tek e fundit është. E nuk është fjalë goje. Njerëzit sot thonë fo fjalë emër thotë. Thom çka du. Nuk është ashtu.
Dëgjoj këtë hadith e Muadhit radhiyallahu ta'ala anhu shumë interesant. Muadh ibn Jabali një ditë ishte sikurse na kështu ulur me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe dëshironte që të përfitonte nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sa e mësoi disa mësime dhe në fund i tha kështu te Allah. I tha: "O Muadh, a dëshiron me të mësuan ty diçka përmes të cilës i ruan krejt punët e mira që i ke bë?" Subhanallah. Wallahi kush mediton këtë hadith i gjen shumë dobi të mëdha. Punë të mëdha ka bë Muadhi. E ka mësu Muhamedi alayhi salam hadith, e ka mësu namazi, agjerimi, haxhi, zakati, lufta, sadaka, shumë punë të mëdha. A dën me të regu qësh i runë këto krejt? Se këtu mund t'jenë të shpërndara, në mund t'kemi këtu margaritar shumët, apo për shpërndar, duhet me marrë një qese me i fu në qese. A e qese po kja shumë e parëndësishme, në veti. Mirë, po për neve është e rëndësishme nga se, në ndihma me mlitë margaritar. Andaj, tha Muhammed e sëmë, a dën o Muadh me mësu, qësh i runë krejt punë të mira? Tha, se jo i dërguar e Allah. Qëfar tha Muhammed e sëmë? E ka për gjunë e ti vëllazi. E ka për gjunë e ti dhe tha, ruje këtë. Mos fol ata që nuk duhet me fol. Muadhi që ditë sikur se na tha, ja Rasulullah, a kam në vetë Allah dhe për çka flasim? Unë që kam në vetë ç'a bojnë ana? Edhe çka flasim Allah kam në vetë? Tha pejgamberi sa, mërë Muadh. Pa i hudh njerëz në xhehenem diçka më shumë se gjuha tyne. Kur gjë nuk kam i gjujt njerëz në xhehenem pe veprave, çka kam i gjujt njerëz në xhehenem pe fjalët tyne. Njëri vjen të baj gara, si kushton vëmendje gjuhës vet. Subhanallah, flet një fjalë pa lidhje. Ajo fjalë kushton me besim Allah. Se tallet me diçka pe Kuranit, me hadith, me fe. Haj gara do të më bë. Këto punë nuk bëhet ai gara. Ki kujdes çka po flet, se Allah ka më të pyet për gjuhën tënde. Çka po flet ti? Andaj gjatë meditimit të Kuranit, Kurani na mëson se në çka duhet fokusohemi. Apo çfarë ngjyrimi duhet të ketë gjuha jon kur flet. Ose ta mësojmë dikën për me dhon sadak, me ndihmu dikujt. Ose fjalë të mirë në përgjithësi, të gëzimit, të hares, të myshdeve, e kështu me radhë, ose të pajtimit mes njerëzve. Dhe gjitha kjo të jetë në emër të Allahu xhalla xhelalu. Prandaj vëllai nderuar, apo është se mundesh me dhon sadak shumë në Ramazan? Qëse jo për gjepit tënë, po duke nëzit dikën, po duke mësu dikën, duke të regu dikujt. Edhe kjo llogaritet për ty, punë e mirë. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dallu 'ala al-khairi kafa'ilihi." Çfarë motivi? Muhamedi sallallahu ka thënë, "Ad-dallu 'ala al-khairi." Ai që i mëson tjerë me bë mirë, i udhëzon njerëz ka e mira, i drejton ka e mira, është sikurse ata që e bujnë atë punë. Ti për shembull s'ke pas me dhon dikujt. Është e din dikon që ka punë të keq. Dikush që ka punë më është vëllai. Në më është vëllai bën punë mirë. Thot po më çuçi. Ti e ke sopën si ky që ka marrë sopën që ka bërë. Me një fjalë goje. Në Ramazan duhet këtë me kultivu Allah. Po sa shkojnë fjalët, sa njerëz në Ramazan, mas iftari mbledhen, sa hajgarja bëhet. E sa fjala pa lidhje në Ramazan. Ne duhet të tërkohen në Ramazan të na shkon qysh, duke nxit njerëz me punë mira. Duke i përgëzuar njerëz, duke i pajtuar njerëz me zvete. Që të jemi solidar, bujar, bamirsa, në muajin e bamirësisë, sikurse ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për asaj që nxjerrin për kësaj vëllazërisë, se Allah i manduar ku na flet për fen tonë vëllazërisë, sikurse kom cek. Na mëson se ka shumë vepra që ne nuk i kushtojmë vëmendje e mundën të jenë shumë të rëndësishme tek Allahu xhallahu ala. Na po dhe me shkun xhenet. Apo dhe na me shpëtu për xhenemit, po. E me çka shpëtojmë? Çtojmë punë? Urna për të mirë, fal mirë, gëzaje këta, pajte këta, çtojmë punë të mira. Që duhet na me qenë aty. Jo fatkeqësisht një musliman të bëhet sebeb, apo me fjalë të veta të pakujdesshme, me futur rreth mes muslimanëve. Çish po duron Allah?
kur se kisha duru. Audhu billah, fulshë musliman. Alhamdulillah, valla, po ti lumë ti që po duron. Lumë ti që po bën sabër, mos fut mëre inat mes njerëzve. Nona, naudhu billah, ndodh që e nxit çikën e vet. Që ka mos dorë të burrën. Rabitisieti e mëson çikën të ribelohet ndaj burrit. Edhe një fjalë burri, një kërkesë burri e ka ato kush jeti më ngu. Një fjalë dikujt bëhet sebeb më prish familjen e vëllavit. Ant ka ndodhur kështu. Ne ka ndodhur para do kohë që për shkak të një fjale të një grus, apo ka ndodhur vrasje. Janë vrarë njerëz mes veti për shkak të një fjale. Pse ka ditë me pajtu po ka prish. Ne Allahu na mëson që këto meditim merr mediton. Sikurse thash na ka mësua Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu besoj që e nxjerrim nga meditimi i këtij të vllazërisë se muslimani kur nuk sheh veçzi. Apo jo muslimani nuk është njëri që përgjithson. Këtë njerëz janë prish. S'ka hajrin ta. Jo mos përgjithson. Pse? Pse Allah xhallahu ala po na mëson, po na edukon përmes jetës që të mësohemi me bodallime. Të bëjmë përjashtime. Sot fatkeqësisht muslimanët nuk e kanë të kultivuar në masë të duhur kulturën e përjashtimeve. Po, ky ka bu keq, çto, ama çto është i mirë. Jo një keq, një të keq që dikush na e bën, zvyn ky për kurrë. Jo, ky zvyn për çit punë, po çit punë vyn. Apo andaj edhe njëri mund të qenë mosbesimtar, ai është i keq të mosbesim ti. Po këtu është korrekt, këtu është besnik, këtu është i mirë. Mos na shtyni me mosbesimin e ti, ti amojmë gjithë ato mirët e ti. Kjo shumë e rëndësishme që e kuptojmë nga kjo ajet. Allahu thotë: "La khayra fi kathirin min najwahum." Në shumë fjalë s'ka hajër to. A kalon çdo pikë? Jo illa përveç se ja s'u ne mohojmë krejt. Jo gjithmonë njerëz kur flasin bëjnë keq, apo jo gjithmonë njerëz kur komunikojnë mes vetë, kur të rrin bëjnë keq. Jo. Po, shumica në rase kjo ndodh. Mi pa ka përjashtime, ka përjashtime. Prandaj na shohim të këqija në popullin ton, shohim tmeta, shohim dukuri negative, po ka hajër. Ka hajër Allah. Ka hajër s'u ne mohojmë. S'u themi se ky popull është veç nga besimi tërësisht larg asaj. Po ka zbeje, ka largim, megjithatë ka gjendje të mirë. Megjithatë ka përmirësim, megjithatë ka të mira. Filani na ka bëu shumë keq. Është i keq në këtë punë. Këtë punë është i mirë. Ne nuk duhet të përgjithësojmë, për shembull, në njëri, për shembull, po do të thotë, në njëri mundet që mos të jetë mund mos jetë bujar, kopras është. Po mjeshtri i mirë vëllai, punën ta kryen ç'është duhet. Apo domthon, më sa më atë koprasë apo. Po di kopracia s'ka lidhje me punën këtu. Apo ne nuk më na duhet kopracia bujarti, po na duhet mjeshtria e tij. Apo ose dikush thot për shembull për në njëri që me punësu diku nëse me marr për argat për diçka, çfarë do qoftë? Thot, jo më sa i sfalet. Po namazi ti është për ta vëllai, e pse sfalet, ka mundësi me kon mjeshtri i mirë, apo ka mundësi me kon në punësi i mirë? Namazi është mësim e sallat. Po, namazi është një faktor i madh që na ndihmon neve me përcaktuar dikën ku nuk e njohim. Po nëse e dim se ka dëshmuar që sa që është mjeshtri i mirë, atja mohojmë mjeshtrinë vetë sfalet? Jo, s'e mohojmë. Prandaj edhe produktet që na vijnë nga jashtë. Çfarë do qofshin ato? Nëse janë korrekte, të mira, e pranojmë vëllai, ka bëu kë zbulim halal i koft. Po, në këtë drejtim moralisht të prisht. Moralisht ndoshta të prisht, në besimin të prisht, në këtë është e keqe, këtë është e keqe. Po këtë është e mirë. Andaj vëllai nderuar, ne duhet që të mësojmë të ikim përgjithësime vapsan. Duke gjykuar në veprat e njerëzve, me marrë një vepër të keq edhe me përgjithësu. Ose me qenë përgjithësime me të mirë. Në njerë ka bo mirë, po 100 këqia i ka, kjo është, ka dalë Allah mos përgjithësa. Ka dalë, se qëto është i mirë, me po dikon të nuk është i mirë. Andaj ka ardhë në njeri me pyet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, një grua ka lyp 2 vetë për më martu, s'ka ditë për cilën me shkuat. Ka një Rasulullah, filoni më ka lyp edhe filoni më ka lyp. Çka po thoshte? Tash duhet me koni drejtë. Apo s'ka thonë më vetëm po këta janë ashab të mia, këta s'ka shibël në ta që bën me raj, jo kështu. Se nuk është të pyet për diçka tjetër. Është të pyet për një çështje që duhet tash duhet me kon kritik njëri. Dhe i ka thonë, filoni është shehih. Është kopraz vallahi. Është njëri që sjap fort. Është kopraz. Jo, më falni. Po ne ka thonë rajulun sa'aluk.
Ka njëri ka unë është i varfën shumë valla. Fukare i madh është. Mos më duru ti shko. Çit behone ka, është i varfën shumë. E tjetri ka unë nuk e ik shkopin pikrahu. Shkopin kuptim të asaj, u thon shumë. Ma shumë është jashtë në shtëpi. Kur e ka thonë për këtë po them kështu kushtimisht të met për ta. Ai bën ata njerëz të këqija? Jo, valla, për martesë duhet me kon një burr që rën të shtëpia, rën nga gruas, apo që kështu të dën gruaja. Një që është më shumë në udhime se në shtëpi, zakonisht dikush s'ka qef me pas ashtu. Ande nga emaneti është më i kallëzuar se që kjo është emet e tij. Mi po fakti që kemi pranë këtë met, a bën këtë njëri me të meta në çdo aspekt? Jo. Ande mos përgjithëso valla. Mos të mësojmë që mos të përgjithësojmë që themi që gjithçka është e keqe. Këtë është e keq, këtë nuk ka rregull, këtë është e prisht. Këtë është domthon që duhet të refuzohet. Jo valla. Ka çka pranohet, ka çka nuk pranohet. Ka njëri për shembull që ka gabuar në disa mesele, disa çështje. A domthon si tash këtë tjetër mos më marr? Jo valla. Ku ja qëllon ja marrim, ku nuk ka qëllon e refuzojmë. Nuk e marrim kërkon tërësisht, por nuk e refuzojmë dikon tërësisht. Ajo që na bën me marr dikën ose me refuzoj dikën është kush? E vërteta që buron nga fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj dikush thot për shembull, hoxha em është filoni. Dietore em është filoni. Krejt që ka vjen për ti, mora unë s'kqyre që kejton e marr. Apo? O në regull kjo? Përgjithsim kështut? Ka për mërë. Tjetër thot, unë e di njëre e kam përvejt ka gabu, mos e ves kur. O në regull kjo? Jo, Allah, se një mund me gabu, po. 2 e gabon, 3 e gabon. Ko mund që sot të diqka nesë në mendimin, kjo është e normale për njerën. Ande nuk duhet me pas të tash përgjithsimin nga se këtu janë të rrezikshme. Qof kur vlerësojmë persona, qof kur vlerësojmë vepra, qof kur vlerësojmë fjalë, çka do që të vlerësojmë, duhet që të jemi të matër. Po, që maturia na pengon nga përgjithësimi. Por të jemi korrekt dhe të jemi nga ata që masin me të drejt sikur na ka mësuar Allahu xhallahu ala. Edhe për fund Allahu xhallahu ala, gjitha këto punë mira, rrugëtja e gjuhës, apo përdorimi i gjuhës për punë mira, përmirësimi mes njerëzve përmes gjuhës, mos përgjithësimi, këto mësime që i morëm nga jeti. Gjitha këto ja shohim harin kurrë vllazni. Me një kusht. Tu kejtë punë mira, veç e kanë veç një kusht e kanë. Për të funksionuar mirë. Kur funksionon mirë? Kur me to synohet të arrijet kënaqësia e Allahut azza xal. Kur bëhen për hir të Allahut xhallahu ala. Njeriu mundet për shembull me nxit për sadak. Apo po e bën këtë për shkak të titullit apo të interesit atë. Kjo shumë shkurt e ka. Devalvon vlera kësaj shumë shpejt vëllai. Ka njerëz që pajtojnë njerëz, po pajtojnë njerëz për emën. Apo ose fatkeqësisht ka njerëz që pajtojnë njerëz për fitu parë në xhep. Fiton, po unë ju pajtoj këto sene nuk zgjatin gjatë. Prandaj shiko Kurani si na edukon nëse dëshon me met veprat e përjetshme. Apo a don me i dhon përjetësi veprës së a don mos me devalu veprat e kurr. A don mos mu harru punët e kurr, asaj e gjallas kur vdesësh. A don kur mos me devalu, kur ndodh kjo. Atëherë kur është për hir të Allahut azza xal. Sa njerëz ka pas një histori që kanë bën mirë në kuptimin e arsim. Kush vallahi amin nuk e di atë. Azin kushin kon. Do të kena pas ta kërkoj kena pas. Në shkollë vëllai. Dërsa ka njerëz që as nuk i ngjuam, as kurse kena pa. Po dim çka kanë bën. Apo për njerëz të mëdha, dietarë të mëdha kështu më radh. Pse ndodh kjo? Për shkak se sinqeriteti është ai që i jep përjetësi veprave. Subhanallahu. Do veprat janë të vdekshme. Veprat janë të vdekshme, një sikurse veprues atyne. Përveç se me një rast. Mbeten të përjetshme ato kur janë të sinqerta për hir të Allahut azza xal. Në kënaqet na mëson që kur bën mirë vëlla, mos bë për interes, mos bë për atë, mos bë për kat, bën për hir të Allahut xhallahu ala. Nga se mbeten të përjetshme nga njëra anë dhe mbeten të vazhdueshme në kryerjen nga ana tjetër. Çu të vazhdueshme. Në qoftë se ne pajtojmë mes njerëzve për hir të Allahut xhallahu ala. Dhe ata nesër s'ma din më këtë punë. Në qoftë se e kum bën për emën dhe nuk po mdihet, a vazhdojmë të pajtu përsëri? Ja. Ja. Që s'u paguën më për këtë punë, a vazhdoj? Jo. Andaj unë vet
me sapatën time, po i bie për gjys kësaj mirësie dhe nuk po e vazhdoj më. Nëse u prit Allahu azza xal, vazhdoj Allah, çka gale? Po sprish punën për mend filoni, më thot dikur çka kam galën kët punë. Smërzit në për atë çështjone. Nga si jam i bind nëse tek Allahu nuk hub kur. Një punë sot që jeni uli, sot jeni afër prit Allahut. Wallahi boni të bind nëse kur s'kjo punë s'kam hub, kur, pas nëse ju e prishni vetë apo. Allahu na rrit me prish. Kjo ka shku tashmë. Kjo shkaj kjo punë tek Allahu xhallahu ala. Këtë dynja më çu më luftu. 100.000 bomba atomike me i gjujt. Këtë pasoj më u prish, kjo punë s'prishet. So shku tek Allahu xhallahu ala. Dhe sinqerisht na stimulon për punë të mira. Jep kontinuitet, jep vazhdimsi punëve të mira. Kur është për Allahu xhallahu ala. Kështu na edukon Kurani. Për të mbetë veprat tona të përjetshme dhe për mbetë veprat tona të vazhdueshme, duhen të jenë për hir të Allahut azza xal. Përndryshe çdo vepër që nuk është për hir të Allahut, sikurse ka thonë Imam Ibn Mubareku, ka thonë ma kana lillahi dama wa ittasal wa ma kana li ghayri llahi inqata'a wa dmahal. Ka thonë Ibn Mubareku, çka është për hir të Allahut, zgjatet edhe lidhet. Pra çka është jo për hir të Allahut, kputet dhe përfundon. Nëse duhemi për hir të Allahut azza xal, ka me vazhdu dashuria jonë. Nëse duhemi për të hitë interesit, me përfundimin e interesit përfundon dashuria jonë. Ndihmojmë për hir të Allahut, gjithmonë kena mund ndihmu. Për interes, veç kur kemi interes. Apo? Andaj, a nuk i vjen kjo shoqërisë tonë? Sa kish me përmirësu shoqërinë tonë? Wallahi, sa kish me përmirësu shoqërinë tonë në qoftë se njerëzit krejt që ka bojnë për hatër të Zotit. Se kanë gale që ka thonë halko. A i falenron kush, a marrin mirë njohje, a dalin TV, a në gazet, se kanë problem këtë punë. E kanë më rëndësi se Allah i manuar e ka pranu këtë vej për ty në për jo. Këtë në mësën ajti 114 i surës En-Nisa. Në mësën edukatën e të folurit, edukatën e nejave, bisedeve tona, ku të rrinë për çka du të në me folë e vlapën. Do të me folë që minimu tjetërit, jo që shmi aprish të pasunin tjetërit. Kurani në mëson që me pajtu me dy njerëzve kur rrinë në bashkë, jo që shmi e bo me i prish e do dy njerëzve se shumë për duen, hajde t'i prishëm. Kurani në mëson që shmi i pajtu, jo që shmi i prish. Dhe këto e më punë thjeshta, po kanë dikin ma shosrin tonë. Pra ne shikon me meditimin e këtja jeti, thash të surës En-Nisa 114. Sa dobi të mëdha nxirim dhe sa kontribuojmë për ta përmirësuar shoqërinë tonë të nderuar. Ka shumë dobi që dalin për këtejti vëllat. Po që se këtu i marrin parasysh. Dhe këtu i zbatojmë sikur se duhet. Me lenin Allah xhallahu ala, do të bëhemi individa konstruktiv të dobishëm për shoqërinë tonë. Rinia jonë do të bëhet me një rini që mbi të ndërtohet e ardhmja e këtij vendi. Nëse me këtë frym shoqërohen. Ky është fjalori i tyre, kjo është gjuha e tyre, kjo është brenga dhe gala e tyre. Kjo ndihma e njerëzve, kontributi, pajtimi. Kjo është dhe gjithmonë për hir të Allahut xhallahu ala, për të garantuar përjetësi dhe vazhdimsi. Ka se vetëm kur është e sinqert, është e përjetshme dhe e vazhdueshme. Unë me këto dobi po e përfundoj këtë meditim të sotit me këtë jetë, duke lutur Allahun e manduar Allahin që gjithmonë të na bën të dobishëm. Duke na bërë Allahu gjithmonë që këtë gjuhë apo që e kemi brenda gojës tonë, gjithmonë ta kemi në shërbim të së mirës. Ose duke përmendur Allahun, ose duke lutur Allahun, ose kur flasim ndër me vete, gjithmonë përmbajtja e bisedave tona të jetë, çish më ndihmu këtij apo. Si më u gjend këtij. Dy s'po i shkon puna mirë, çish më pajtu, apo çish më ngjit krajin këtij apo. Gjithmonë këtë jetë përmbajtja e muhabeteve tona. Në veçantë në muajin e bekuar të Ramazanit. Ka se është muaj i bujaris, muaj i unitetit, muaj i pajtimit. Andaj ta luajmë këtë rol përmes gjuhës tonë që ta realizojmë qëllimin e këtij muaji të bekuar dhe të pajtohemi të bashkojmë më tepër ndër vetë. Kjo është porosia e këtij ajeti. Normalisht më në kësaj kohe se mbetet edhe shumë pa u thënë nga kjo ajet, por shpresoj që kemi dhënë disa shenja të mira që kush don pastaj me meditu edhe më tepër mund të vazhdojë këtë rrugtim për nxjerr dobi të tjera të rrodhës për veten e tij dhe për shoqërinë e tij. Allahu i shpëlet vëllazë. I bëft Allahu gjithmonë në shërbim të së mirës, me gjuhën e juaj dhe me tërë qenë e juaj. Dobi të fesë juaj, dobi të vendit tuaj, të popullit tuaj, që gjithmonë timi ata që pajtojmë, e ndihmojmë, e zgjatim dorën tjetër për të ndihmuar. E kur Allahu mos na bëvë nga ata që prishin, e shkatrojnë, e fusin fesad mes njerëzve, Allahu na ruaj nga kjo keqje.
Allah i shpërbleft. Shikues nderuar, kjo është ajo që patëm mundësi ta themi brenda këtyre minutave. Ky meditim i rëndësishëm për përmirësimin e vetes tonë dhe shoqërisë tonë. Shpresoj që keni kaluar minuta të këndshëm në hijen e këtij meditimi e deri në meditimin e radhës. Allahu ju ruajt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.